Mirë, shkojmë tani në hapësirën e intervistës. Unë jam lidhur me gazetarin dhe analistin Ben Andoni. Zotë Andoni, përshëndetje, ju falenderoj për kohën. Përshëndetje dhe më sugje. Do të mbetemi tek samiti i NATO-s, tek ajo që u diskutua në këtë samit dhe tek situata që vjen ndërkombëtare paralelisht me samitin. Këtu në Shqipëri në fakt më shumë u diskutua për atletet e kryeministrit Rama, i pa Trump apo nuk i pa, dhe gëzimi i kryeministrit gjithashtu ishte vetëm se rute përmendi Shqipërinë si vendin e ardhshëm ku do të mbledhet samiti, pavarësisht se në deklaratë nuk thuaj emri. Ndërkohë nuk është folur shumë për thelbin e këtij samitit NATO-s, çfarë u tha aty, çfarë pritet nga NATO. Për mendimin tim, ndoshta kjo konfirmon edhe një rolin periferik që kemi ne në këtë aleancë ushtarake. NATO u prit me angst se çfarë do të thoshte Trump ndaj të tjerëve. U duk se përfundoi me një farë shkrirje të akujve, ku pranua nga presidenti Trump që rritja e buxhetit është një hap pozitiv nga aleatët e tjerë, po ndërkohë në dy frontet luftës, ai i Ukrainës, lufta vazhdon dhe paqja duket më larg se ç'dukej më herët, dhe në Iran gjithashtu presidenti Trump tha që nuk ka më armëpushim me Iranin. Si e shikoni ju, Andoni, cili ishte thelbi i këtij samitit NATO, dhe pastaj flasim pak për këto dy fronte lufte që vazhdojnë në vend që të ulen, që të mendohet për një paqe. Po nis nga ajo që ju thot me të drejtë për rolin periferik të Shqipërisë. Që tonë më shumë në Dordeni Koçeren, i qenë pesha jo, çfarë do që të bëhet në Shqipëri, do jetë periferike. E para sepse fuqia ekonomike është baza në të cilën duhet një plan i madh ushtarak, qoftë për armatimin, qoftë për misione, dhe shumë për dëshirë. Por nga ana tjetër, nuk mund të mohohet që Shqipëria ndryshe nga shumë vende ka avancuar për sa i përket 2% të pjesës të themi investimit të saj në prodhimin e vend që mbëhet. Dhe për shpatulla të Shqipërisë, do besoni këtë jashtëzakonshme, sepse një investim i tillë e që ka pasoja, sidomos në pjesën e shërbimeve sociale, në shërbimet qendrore, lartësim dhe të tjera. Dhe kur mendon për shembull për 13 vjet në të qesh një parti e majtë, e cila kërkishte vizion shumë në të revizionuar, për shumë të parimtar, sidomos në të kohë, për sa i përket stresave sociale, atëherë vërtet është për të shqetësuar. Partia Socialiste është shumë larg problemave të vjenjësve, dhe këtë përshikon për ditë në jo vetëm në sloganet, por në ankesa të vjenjësve. Dhe tani kemi përsëri të samitit. Ju thot me të drejtë që u shkruaj. Unë mendoj që është mendoj statistike. Për vetëm në gjë që njerëzit në këtë samit nuk morën vesh direkt ishte nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të reduktojnë forcat në Europë apo jo. Shenjat e tyre janë në Poloni, dhe keni parasysh Polonia është frontin e parë të luftës. Polonia jo vetëm ka kufizimin e bërë Rusin, por ka të themi kufizimin e Rusin dhe se Kaliningradi në dinë është në veri të Polonisë. Dhe nga ana tjetër, për gjithë që donin të merrnin faktën ata që janë më të qetë në këtë samit, për sa i përket asaj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të thonë në Grënlandë dhe morën një përgjigje. Nga zoti Rute, i cili jo vetëm i shmang fytyre, por tha që tashmë bisedimet janë ndërmjet Shtetit Danes, autoriteteve të Grënlandës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, Grënlanda është gjithmonë më shumë tani një zonë interesi dhe ndërtimi shumë madh i Rusisë dhe i Kinës. Në këto të dyja përfaqësuesit nuk morën përgjigje. Çështja që morën përgjigje dhe diçka tjetër.